Sot jemi në Fier për premierën e shfaqjes së filmit të Drilon Hoxhës Golden Brothers 2 dhe jam shumë i lumtur dhe i kënaqur që jo vetëm që jam Fier fizikisht, por që jam dhe pjesë e castit të filmit. Unë jam personazh që ndjek me durimin tim gjatë vitesh, domethënë 6 vjet në lidhje që unë synoj në thelb, synoj paret, pasurinë, domethënë, por gradualisht si çdo njeri me ndjenja të bindën dashuri. Dhe kjo është i gjithë thelbi, domethënë. Nuk ndodhen shëgji, domethënë është ndryshe kur ti bën një hartë që thua do bëj këtë gjë, ndan lokacionet, ndan aktorët, edhe në përzierjen e aktorëve do thoja që ka probleme, se jo të gjitha gjërat dalin siç i mendon, por ka sakrifica, siç e thash në fillim, është një luftë artistike, do thoja, që publiku në fund fare nuk do t'ja di që je lollur ti, sa ke vuajtur apo ku di unë. Publiku shef atë që i servir në sallën e kinemas dhe jep mendimin që do. Stacioni i fundit nuk dihet. Fillimi dihet që ishte në Tiranë premiera me 16 tetor. Mbas Tiranës ne jemi direkte me Fierin, që jemi sot me 24, nesër me 25 dhe 26 jemi në tetor që i bie në Fier dhe do vazhdojmë me gjithë qytetet. Mbas qyteteve vazhdojmë me gjithë vendet e Europës kudo që ka shqiptar, mos theme në përbot. Nuk i dihet fundi, fillimi u dit, domethënë që e dhanë premiera. Nëse mbajmë njëri tjetrit, kemi përtesur shumë përpara. Nëse se mbajmë, do vazhdoj ky mjerim me ne, se unë e quaj mjerim shpirtëror, që s'ka më, e ndjejmë shumë të gjithë, jo vetëm në projekte filmike që kam unë, produksione, po në çdo lloj profesioni e shohim këtë gjë. Sa po hapet diçka, direkte sulmohet, bëhet, jo, duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Ora ndërë se po shitesh me kohë gjëratore.